Si erdhën komunistët në pushtet? Fillimisht, ata u organizuan në parti në fund të vitit 1941 dhe hyrën në veprime guerrile me krime të panevojshme për intriga dhe financa. Në vitin 1942 deri në gusht të vitit 1943, ata luftuan bashkë me nacionalistët, të cilët i kishin filluar luftën që nga 7 prilli 1939. Pas kësaj, ata u kujdesën që të merrnin pushtetin duke shkelur parimet e vendosura më parë me nacionalistët, ku formën e regjimit do ta vendoste populli, duke zhytur vendin në një luftë civile për 15 muaj dhe duke kryer krime të rënda për të marrë pushtetin, duke gjakosur e shfarrosur nacionalistët në Shqipëri dhe Kosovë e për t'u hapur rrugën miqve serb që të merrnin lirisht Kosovën. Historia e luftës së komunistëve kundër gjermanëve është një dramë me plot drithie që mund të analizohet përmes shifrave zyrtare të gjermanëve të vrarë dhe dëshmorëve partizan, që është një tablo qesharake për t'u harruar bashkë me tërheqjen e gjermanëve nga qyteti dhe zbritjen e partizanëve në to më pas. Po si u ndërtuan institucionet legjislative komuniste? Kongresi i Përmetit 24 maj 1944 u zhvillua në një godinë ku shfaqeshin portretet e kriminalit Enver Hoxha dhe Titos. Salla zbukurohej me parulla filo-jugoslave dhe pjesëmarrja ishte nga kriminalët e luftës: Enver Hoxha, Hysni Kapo, Liri Gega, Haxhi Lleshi, Müslüm Peza, përfaqësuesit fashist, Omer Nishani e të tjerë. Kongresi u mblodh pasi në komandën e serbëve Mugosha Popović, komunistët kishin shkelur konferencën e Pesës, duke sulmuar dhe vrarë nacionalistët fill pas mbledhjes së Mukjes. Në vendimet e saj, konferenca realizoi një grusht shteti duke rrëzuar mbretin Zog pa referendum dhe në mbështetje të komplotit të fashizmit italian me tradhtar shqiptar me asamblenë e 12 prillit 1939. Megjithatë, asambleja formale e 12 prillit 1939, që rrëzonte mbretin Zog dhe nën regjencë të pushtimit fashist, bënte bashkimin personal të mbretërisë së Shqipërisë me mbretërinë e Savojës. Ishte rrëzuar me dekret i qeverisë shqiptare në nëntor të 1943, duke përmbysur komplotin nën pushtimin e bashkimit personal të Shqipërisë me Italinë. Gjithashtu, Kongresi deklaroi që qeverisjen do ta përcaktoi populli, ndërkohë që po në ato kongres, komunistët më 24 maj 1944 formuan KANQ si qeveri paralele me kryetar kriminalin Enver Hoxha dhe president përfaqësuesin e Këshillit Korporativ fashist Omer Nishani. Të vetmen gjë që duhet të bënte KANQ ishte të shpallte luftë Gjermanisë, gjë që nuk e bëri duke njohur kështu karakterin një pushtues të Gjermanisë, dhe këtu ju bashkuat njëzisht akti të njohjes së shtetit shqiptar nga Gjermania naziste më 23 tetor 1943 nëpërmjet të dërguarit të Führerit Neubacher, që erdhi me avion të posaçëm në Shqipëri. Pra nga ky moment, komunistët realizuan 2 grushte shteti, atë mbi formën e regjimit që bëhet me referendum dhe atë të dualitetit ndaj qeverisë së Tiranës, që kishte edhe një këshill regjence në vend të mbretit. Me këtë rast, komunistët vendosën një absurd të së drejtës publike, duke zgjedhur qeveri pa regjencë dhe pa referendum për formën e regjimit, duke kaluar në sistemin e republikan. Referendumin e bën formalisht me ansambël në 11 janar 1946, kur u deklaruan për republik, ndërkohë që për 20 muaj drejtuan vendin me junte ushtarako-puçiste. Pas kësaj e drejtuan vendin për 46 vjet pa bërë zgjedhje të lira dhe në pushtetin e një terrori ekstrem që shkaktoi me dhjetra mijëra viktima edhe në kushte paqeje. Për këto fakte, Shqipëria nuk u njoh si shtet fitues i luftës së dytë botërore dhe nuk u thirrë në konferencën themeluese të OKB-s në San Francisco në korrik të vitit 1945, duke bërë kështu që të vonohej 10 vjet për të pranuar në OKB. Fal këtyre, Shqipëria gjithashtu nuk ishte ftuar zyrtarisht në konferencën e paqes në Paris në 1946, por me kërkesën e Bashkimit Sovjetik u thirr si dëgjuese, ku foli edhe Enver Hoxha dhe u diskreditua si shteti vetëm që akoma kishte një president fashist në detyrë, antarin e Këshillit Korporativ Fashist Omer Nishani, në një konferencë botërore që deklaronte fitoren kundër fashizmit.